Protesta antiqeveritare u zhvillua edhe këtë mbrëmje pranë godinës së kryeministrisë, duke hyrë në ditën e saj të 56 të radhazi. Qytetarët dhe aktivistët u mblodhën sërish në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku përsëritën kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Gjatë ubimit, protestuesit u përgjigjen deklaratave të kryeministrit, i cili në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste një ditë më parë prezantoi platformën Besa, duke folur për një marrëveshje të re mes qeverisë dhe qytetarëve. Në fjalimet e mbajtura, aktivistët akuzuan kryeministrin se po përpiqet të zbusë reagimin qytetar me nisma të reja politike, ndërsa ritheksuan se qëllimi i protestës mbetet i pandryshuar. Sipas tyre, protestuesit nuk kërkojnë premtime apo dokumente të reja, por largimin e Edi Ramës nga drejtimi i qeverisë. Ata kërkuan gjithashtu që pas dorëheqjes të ketë përballje me drejtësinë dhe ngritjen e një qeverie tranzitore, që sipas tyre do të garantonte zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Në përfundim të ubimit, protestuesit zhvilluan marshimin e përnatshëm në rrugët e Tiranës, duke prohuritur parrulla si Ramaik, dorëheqje dhe Shqipëria nuk dorëzohet. Organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë çdo ditë deri në realizimin e kërkesave të tyre, si dhe largimin e kryeministrit Edi Rama nga drejtimi i qeverisë.